Ndërkohë mburja jonë, kënaqësia jonë duhet ta gjejmë në atin Jahve, në ligjin e Tij, sipas njeriu ton të brendshëm, duke ndjekur gjurmët e apostujve, duke ndjekur gjurmët e të veçuarit, të përsoshurit, Mesias Jashuas. Që apostulli Shaul erdhi dhe predikoi deri tek neve. Gjeni liri apo jo? Kam kryer shërbimin e lajmit të mirë të Mesias, duke u përpjekur të ungjillizoj atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, Mesias Jashuas të Izraelit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit, sepse nuk ndërtohet mbi themelet e të tjerëve. Aq më tepër kur ligji është hequr dhe është një Krisht i remë, çfarë do ndërtosh atje? Çfarë marrëdhënie do ndërtosh në fundit? Ndërkohë po mundohemi të ndërtojmë themelet e shëndosha që Mesia Jeshua eci duke praktikuar ligjin e atit të vet, që apostujt gjetën kënaqësisë së bashku në ligjin e Zotit. Dhe kështu nuk mëkatuan, kështu ti nuk mëkaton, kështu gëzon familja tënde. Premtimet që nuk do të mungoj asnjë gjë, thot, vetë siç i prekëm dije. Janë urdhërime që ati ka folur për të mirën tonë. Nuk janë një fjalë do si do, thot, është jeta juaj. Është jeta tonë, vëlla motër. Ligji i tij i përsosur, urdhrimet e tij, festat biblike, të Levitiku 23 është jeta jonë, është gëzimi jonë, është kënaqësia jonë, është urtësia jonë. Ja lëm porosi familjes tonë, bive të bive, që dhe ata të kenë kujdes të praktikojnë fjalët e atij ligjit në jetën e tyre. Dhe nuk shqetësohesh masandaj se që do bëjnë ata, sepse kanë vullnetin e lirë dhe ata nuk ke autoritet me, se shikojnë që sa më shumë rriten, autoriteti i bie, autoriteti prindëror, apo jo? Prandaj ti merre në zemër sot fjalët që po të them, po të dëshmoj, që t'ja lesh porosi bive, që ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji, sepse nuk është një fjalë pa vlerë për ty, por është jeta juaj. Fjala e jetës që apostulli thoshte, që mori në malin Sinai. Stefani thash fjala e jetës që na i dha Moshe në malin Sinai, Veprat 7:38. Dhe vjen apostulli Shaul që gjente kënaqësinë në ligjin e atit, i njëjti apostull të thotë në Filipianëve 2, ta mbajmë lart fjalën e jetës, ta mbash lart fjalën e jetës. Fjala e jetës qëndron për drejtuesit e kishës së vërtetë. Nuk jep titullin një shkollë, nuk ta jep titullin një person, sepse ai personi që po të mëson, do të mësojë urdhërimet atij ligji që ti të mos mëkatosh. Po gjëra e parë që të thonë ato shkolla teologjike është ligji është hequr dhe të futin në çdo lloj filozofie masandaj që kanë programuar satani me kohë atje. Strukturën që e njoh mirë atë strukturën. Ka një protokoll të saktuar, do flasësh kështu, do dalësh atje, do thuash këtë, do bësh disa shaka në fillim, masandaj dhe do mësosh këto filozofi, të mësojnë në filozofitë në ato shkolla teologjike, që shumë për ju keni vajtur. Prandaj ti vëlla në fshatin e Korçës, masandaj shqetësohesh sepse të vllajt po të drejtonte edhe lutem atit, të drejtohesh në ligjin e atit, të mësosh familjen tënde. Por e patë mundësinë si me shumë të tjerë që ti nje. Kuptoj që mëkati është shkelja e ligjit. Mesia Krishti i Izraelit nuk e shkeli atë ligj. Mundohu të bësh të njëjtin gjë për të gëzuar jetën e përjetshme. Mundësit i kemi që të mos jemi më foshnja, të lëkundur e transportuar me çdo mësim, doktrine, mësimet të gabuara, ligji është hequr, është blasfemia më e madhe. Galatasve 5 thot nuk trashëgon mbretërinë e qejve duke vazhduar të shkelësh ligjin.
Dhe heresia është brenda, heresia më e madhe që ligji është hequr, karakteri i atit u hoq. Mesia thot ishte pa njolla sepse praktikoi atë ligj, kurse sot denominacionet thonë jo, ligji është hequr. Si do jesh ti si drejtues, pa njolla, pa të meta, ti njëta thotë, ti e dia të vargu 7 deri në 9. Psalmi 119 thot haprazi. Të bekuar janë ata që ecin në ligjin e atit Jahve, se kështu janë pa njolla. Para Pjetrit 1:19, qingji pa njolla, pa të meta, e mbajtja të ligj. Po prandaj tha dhe vetë qingji pa njolla, pa të meta, tha, keni kujdes se do dalin mësues të rrem, tha, do dalin thot, mësime të rreme, era doktrine, mashtrimet e njerëzve, do dalin dinakria e tyre nëpërmjet frymës së gabimit të Satanit, që do thotë ligji është hequr. Normal që Satani do ta thotë atë gjë, sepse ai e di çfarë është mëkati. E shkeli i pari ishte ai që shkeli atë ligj, që mëkatoi para gjoni 3. Sepse ai ligj ishte themeluar, që është themeluar për jetë në qiell, Psalmi 119:89, që është ligji në të tërë kapitullin, ai e shkeli atë, sepse ligji ishte themeluar në qiell dhe u rebelua kundra ligjit. Dhe u gjen mëkati në fillim në te. E pastaj normal që instigovi dhe Evën më vonë që ta shkelte atë ligj. Dhe përdori mënyrën masandaj që vërtet ati tha dhe sot e dëgjon. Vërtet ka thënë ai që të mbajmë ligjin e vet? Ore, ne mbajmë këto gjëra që kemi këtu, mja janë këto. Mja janë këto. Mja janë 2-3 gjëra, masandaj kemi 200 të tjera që shkelen, që blasfemohet emri i atit, ashtu na ka thënë, apo kërkon një zemër që ti dhe unë të ngulmojmë çdo ditë në ligjin e përsosur dhe kështu nuk mëkatojmë, kur bie vëlla, kur kujtohesh për diçka që është kundra atit, rrëfeje si çështë. Ajo gjë që ka ndodhur. Ta zemër, më falo atë që shikova me epsha të gruan që para ti në dyqanin. Dhe nuk e bën me. Aman e rrëfeve siç vllai tha, dhe nuk e bën me, ose e shkeli sabatin, rrëfeja të mëkat dhe mos e bëj me. Ki besimin e plotë. Ki besimin e plotë në zemrën tënde që do sigurojë derën, do t'i japi mundësinë, do t'i japi një punë. Dhe nëse nuk ta jep për 1 muaj, 2 muaj, për ne të miqësisë tonë këtu, unë këtu jam vlla, do kesh bukë në tavolinën tënde. Fëmijë do hanë. Këto gjëra janë në shkrimin vlla, që ne t'i besojmë atit. Jo t'i besojmë forcës tonë, vetes tonë, frikës tonë, shqetësimeve tona, që bëjnë të pafruçme urdhërimet e atit që duhet i mbjellin në zemrën tonë. Ai ishte konteksti i shëmbëtyrës së farës që del mbjellësi për ta mbjellë. Dhe ja ku po mbillet fjala, urdhërimet, ligji i tij, mbretëria e tij, premtimet e mbretërisë, që ti duhet i mbjellësh dhe mos e lejosh që shqetësimet, kënaqësitë, çdo gjë tjetër ta mbyti të fjalë që dëgjove sot. Prandaj duhet edhe të lexojmë vëlla motë. Duhet të shpenzojmë kohë vetë që kur vllai do flasë diçka, të konfirmojë një mbjellje që ti e ke bërë në intimitetin tënd duke lexuar Biblën. Të plotë. Lexoj urdhrimet e atit. 5 librat e parë të Biblës, fjalë të urta dhe psalmet është ligji i tij. Dhe shikon profetët si praktikuan disa urdhrime të ligjit, marrim të njëjtin moral që ata kishin, sepse Mesia është i njëjtë, dije sot dhe për jetë ai do të ringjallë, është i njëjti Mesia dhe do të ringjallë dhe ata dhe neve. Kur kemi treguar devotshmërinë atij ligjit duke mbajtur me besimin e plotë, kështu nuk mëkatojmë. Mbaron Bibla, Zbulesa 22:14. Bekuar janë ata që zbatojnë urdhrimet e atij ligjit, kanë të drejtën për të ngrënë nga druri i jetës, për të hyrë në portat e qytetit të ri, Jeruzalemi i ri që po zbret nga qielli i tretë. Dhe jashtë janë masandaj çdo shkelje të ligjit, magjistarët, të shturit, immoraliteti, çdo gjë tjetër ai thotë që do dhe zbaton gënjeshtrën. Gënjeshtrën? Ja prapë gënjeshtrën. Gënjeshtrat e gabimit. Ligji i atit është i vërtetë. Një person që të thotë është hequr, po të çon në gënjeshtër,
zgjoju, vëlla, motër shqiptar. Sepse kjo shërbes është vendosur për mëshirën e Atit, për neve, për këto kohë. Sepse zyra që Ati ka vendosur, ka me kohë që ka folur. E ka me kohë që ka folur. Dhe më ka para përcaktuar që në barkun e nenës time. Nena time nuk e di, po i thosha një ditë. Nuk e kupton, lutem që të shpëtohet ajo. Por nuk kam kontrol sepse ka gjidhen të lirë, çdo person. Po pikërisht Ati sjell. Mund të sjelli, ka sjell më përpara disa apostujt, po do sjelli profetët tani, po mund të vinë ungjilltarë që të predikojnë në lajmin e mirë të mbretërisë duke thënë pendohu nga shkelit e ligjit, nuk po ndodh në Shqipëri. Të thonë beso, të thonë koncepte pendohu nga mëkati, po çfarë është mëkati? Nuk hyn atje për të thënë çfarë është mëkati, sepse pastaj del që ligji është akoma aktiv, që ai person të mos e shkeli. Sepse po i thuhet mos e shkel ligjin, mos mëkato. Po atë nuk e themi me, dhe masandaj vjen mënyrat të tjera, shtrembrojmë shkrimin, shtrembrojmë ligjin dhe profetët për humbjen e tyre, për humbjen e shumë, nëpërmjet gënjeshrave të gabimit. Galatasve 5, po shikojmë Galatasve 5. Galatasve 5 në flet hapurazi për shkeljet e ligjit që janë veprat e mishit. Veprat e mishit janë shkelja e ligjit. Kurse fruti i frymës është bindja ndaj ligjit. Romakëve 8, 6 deri në 8, po flet për të njëjtën koncept. Sepse mendja mishore që janë shkeljet e ligjit nuk i nënshtrohet ligjit dhe nuk mundet, nuk e zbaton ligjin duke ecur në mendjen tënde, në natyrën mëkatare. Pse themi natyra mëkatare? Sepse natyra e shkeljes së ligjit vazhdon në njeriu për shkak të trashëgimisë morëm nga Adami. Por neve kemi kapacitet që të zbatojmë, Ati na ka dhënë zemrën, na ka dhënë vullnetin e lirë, na ka dhënë fuqinë që t'i zbatojmë. Të zbatojmë atë ligjin. E kështu nuk ecën në mish, dhe kështu i pëlqen Atit dhe ecën në frutin e frymës. Galatasve 5, 19 deri në 22. Okej. Tu është fjala heresi. Heresitë. Heresitë do të thotë diçka që nuk është sipas shkrimit, një mësim, një doktrinë, një heqje në këtë rast të shkrimit, çdo gjë që është kundra shkrimit në pak fjalë, ka të bëjë me mësimin, me predikimin. Okej. Veprat e mishit, shkeljet e ligjit janë këto. Shikojt, nuk janë shkeljet e ligjit këto? Shikoj. Ku janë thënë kur është shkelja? Ku fillovi? Fillovi në Mateu kur është shkelja? Jo. Levitiku 18 flet gjerësisht për kur është shkeljen, që Ati jep kontratën dhe jep principet për të mos shkelur ligjin, për të ecur në moralin e shëndoshë. Nurësira, sturia, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindje, xhelozitë, mëritë, zenkat, përçarjet, heresitë, smira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto të cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash dhe më parë, thotë i njëjti apostull që gjente kënaqësinë në ligjin e Atit. Romakëve 7:22 e pamë. Po ju paralajmëroj thotë se ata që i bëjnë këto gjëra të tilla, thotë, dhe gjëra të ngjashme nuk do të trashëgojnë në mbretërinë e Zotit. Ju thuash apostullëve, festat biblike nuk janë me? Merë kamzikun apostulli Shaul, si që mori Mesia. Pietri të njëjtin gjë, Gjoni të njëjtin gjë kundra nesh.
po të ishin akoma gjallë. Sepse ata e praktikuan ligjin e tia. Regojmë dashurinë e vërtetë, thoshte Gjoni. Tha Gjoni, para Gjonit 5:3, e para Gjonit 4, para letrat e tia, e para Gjonit 2:29, flet kush është i rilindur duke praktikuar ligjin, thot. Ai që po praktikon ligjin ka rilindur, thot. E në para Gjonit 3 flet prap për atë rilindje, për frutat e rilindjes. Kush është prej Zotit apo jo, ai që praktikon ligjin, thot, është prej nesh, thot. Para Gjonit 4. Fruti i frymës është dashuria. Dashuria ndaj Atit, si e praktikojmë? Po japim detajet, vëllazër, jo ndjenjat, jo emocionet tona, sepse emocionet masandaj mbas një inkurajimi që mund të jetë, mbas një emocionalizmi ikën. Por ne gëzbim në zemrën tënde të praktikosh ligjin, gjen kënaqësinë në ligjin e Atit, siç apostulli Shaul gjente. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Do durosh dhe do kundërshtosh ligësinë sepse po praktikon ligjin dhe kështu nuk mëkaton. Do kesh mirëdashjen për të bërë punët e ligjit, në këtë rast veprat e ligjit ndaj të tjerëve, që ligji i tij është i mirë, kërkon besim dhe kërkon për uljen tonë dhe vetë kontrollin, dhe kështu nuk mëkatojmë, nuk e shkelim ligjin e Atit, e shikon frutin e frymës që është ligji përsosur i Atit. Ndërkohë, Efezianë, njëjti apostull, Efezianët 5, çfarë thotë? Fruti i frymës thotë është drejtësi, thotë mirësi. Drejtësia në ligjin. Ja ku ke shkelit e ligjit. Ndërkohë këtu ke ligjin që në këtë rast nuk mëkaton, zbatimin e atij ligjit. Normal që sot merren principe, veprat e mishit. Ja, unë po ecën në frymë. Po ecën në frymë, shikoj një Romakëve 8, kush është para se të vesh aty në fund, që në fillim thot. Kush është në Mesian? E shikojmë atë Romakëve 8. Romakëve 8. Romakëve 6 më tepër, por Romakëve 8. Përcaktuar i njëjti apostull. Pa shumë, nuk do ta flasim të tërë, vëllezër, por do marrim principe që ti do të shikosh vetë. Që në fillim nuk ka asnjë dënim për ata që janë në beslidhje me Mesian Jashuan, sepse këta persona çfarë bëjnë? Nuk ecin sipas mishit. Nuk ecin sipas veprave të mishit. Kështu nuk ka një dënim për atë ditën e gjykimit, sepse ta persona nuk ecin në këto shkeljet e ligjit, në veprat e mishit. Kurse ata që janë Mesian kanë dashuri për Atin, zbatojnë urdhrimet, Mesia vetë tha, zbatoni urdhrimet e Atit tim nëse më doni, nëse doni Atin tuaj, dhe do merrni gëzim, do merrni paqen e përsosur, sepse po ecni në beslidhje duke nderuar Atin. Romakëve 2:23 e thot haprazi. Nëse nderojmë apo blasfemojmë emrin e Tij, vëlla motër. Dhe i bashkangjitim, sepse është i njëjti apostull. Por normal që këto vargje nuk ti flasin, sepse po të preket nuk e dinë çfarë është një ligj njëra, ai drejtuesi tënd. Si mund ta predikoj urdhrimet e atij ligjit? Dhe në një mënyrë indirekte, normal, ai vazhdon të blasfemojë emrin e Atit duke shkelur ligjin. E çnderon Zotin dhe për shkak sepse ligji i tij shkelet, emri i Atit Jahwe blasfemohet ndër kombet. Ndërkohë pa më shkeljet e ligjit në të kuqe, ja ku i ke këtu lart. A nuk janë blasfemi të këto? Normal që janë blasfemi të këto këtu janë.
sepse janë shkeljet e ligjit. Konteksti, çnderohet ati duke shkelur ligjin. Blasfemohet emri i tij duke shkelur ligjin. Ligjin përbëjnë brenda masandaj sabatet, festat biblike, ngrënia në pastër, urdhërimet e tjera që ti dhe unë i shikojmë që kështu emri i Zotit Jahve nuk blasfemohet ndër kombet ku ti dhe unë jemi. Prandaj, ai person që vazhdon të shkeli ligjin do marri dënimin sepse po mëkaton atë ditë dhe nuk po ecën sipas frymës. Sepse dimë që veprat e mishit, mendja në këtë rast mishore, mendja mishore prodhon vdekje. Liçeni i zjarrit. Mendja kontrolluar nga fryma që zbaton ligjin jep jetë dhe paqe. Jetë dhe paqe. Jetë dhe paqe. Ja ku ke. Dashuri, gëzim, paqe, jetë. Zbatimi i ligjit. Në fakt, mendja kontrolluar nga mishi është armiqësi kundra Elohim, kundra Zotit, kundra Atit, sepse nuk i nënshtrohet Torasë, që është një fjalë hebre, ligji, që kushtetuta e Atit. Mendja mishore nuk i nënshtrohet ligjit të Zotit. Dhe nuk mundet. Në shikon që nuk i nënshtrohet mendja mishore, do thotë që e shkel ligjin e Zotit në nështrimi. Ndërkohë kishim të bënim me përuljen, apo jo? Zemërbutësia. Zemërbutësia do thotë praktikon ligjin, nuk mëkaton në atë mënyrë. Po mundohem të mësosh, të marrësh mësimin e Biblës, si interpretohet, si mësohet Bibla, si e lexon Biblën, dhe si e interpreton me fjalët kyçe. Mendja mishore, mendja që është kontrolluar nga mishi, ka shkeljet e ligjit, nuk do ta zbatojë atë ligj dhe nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish, nuk i pëlqejnë Zotit. Njëri që shkel ligjin, që mëkaton, mos ndoshta i pëlqen Atit? Pastaj kalon. Ai që ka frymën që zbaton ligjin, sepse ka bërë ndalimin e shkeljes së ligjit, ka besuar tek Mesia, është pagëzuar në ujë për pastrimin e atyre shkeljeve të ligjit, dhe ka marrë dhuratën e frymës së shenjtë, tani ai e ka. Prandaj thotë që nëse kjo është kyçe sot që nuk e shikojnë fjalët, thotë nëse një person e ka frymën e Zotit, atëre ti nuk e shkel ligjin me dashje, nuk jeni më në mistot, në ecjen tënde, por po ecën në frymë, po e zbaton ligjin. Dhe vjen vargu 12, në qoftë se do vazhdoni këtë rrugë duke shkelur ligjin, ju po rroni sipas mishit. Dhe po të vazhdoni kështu, thotë, do të vdisni në liçenin e zjarrit. Por nëse me anë të frymës, atë që po thesha dije, që fryma ka kapacitet që të shtypi mishin, kur ti dhe unë sillim bindje ndaj urdhrimeve të ligjit, nëse me anë të frymës sot i bëni të vdesni veprat e trupit, ju do të rroni për jetë, ka fjalën. Nëse do pendoheni nga shkeljet e ligjit, fryma do egzaltohet në jetën tuaj, do nderoni Atin. Kur nderon Atin, do japi frymën e tij akoma më fuqishëm në një masë tjetër në jetën tënde, sepse po mëson ndershmërinë, po mëson urdhrimet e atij ligjit, ambientit ku je apo në thirrjen tënde, sepse po mëson nderimin për të mos u blasfemuar emri i Atit, dhe Ati masandaj do të japi frymën e tij më fuqishëm në jetën tënde për shërbesën tënde. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Zotit, fryma e Zotit si na tërheq për disa që citonin këto vargje vite më përpara që unë vajtoja brenda. Mundoja të shpjegoja në zanore
shumë grave shqiptare, që nuk kanë një mësues që të mësoj Biblën, po janë të tërhequra me çdo lloj mësimesh, me çdo lloj mësues të rremë. Sepse ata që udhiqen nga fryma e Zotit nuk e shkenin ligjin e Atit. Dhe ata që nuk e shkenin ligjin e Atit nuk mëkatojnë, kështu ata janë bijtë e Zotit. Dhe njëjtë koncept në para Gjonit 4, që kanë Mesian e vërtetë, që erdhi në mish dhe nuk e anullovi ligjin. Nuk na tha Mesia të ecim në palishmëri, sepse ato palishmëria i do ta gjykojë kur të vijë, masandaj dhe me ligjin e Atit do gjykoj kombet dhe personat. Lavdi jemi tanto atë. Le ta mbyllim me profetin. Normal, profetët janë të fuqishëm, ku Ati ka folur. Besoj që ti beson që profetët e tia kanë folur integritetin e moralin e shëndoshëm. Okej. Atë vargun që postova në miqësinë tonë, në kishën tonë, asamblen tonë. Okej. Të shkojmë profetin Barukun që ai që shkrojti në të njëjtën kohë librin e Jeremias, Jeremia, në këtë rast që ka emrin e tij të vërtetë. Ja një moment. Ja t'i heqim, sepse e marr nga telegrami dhe e bën atë mënyrë vetë telegrami. Një plurë për paratit. Nuk mendojmë në njërë gjëra të tilla. Profeti Baruku ndodhet akoma në versionin King James për disa nga ju. Dhe është në plot Bibla, në vërdall botës. Letra e dytë. Megjithatë, tu kemi çfarë? Kemi bisedën, profeti po i flet Atit dhe po e pyet për jetën e përjetshme dhe të gjitha dinamikat që do t'i prekim. Megjithatë, unë do të pyes përsëri, o i plot fuqishëm, po unë do të kërkoj ty që krijove të gjitha gjërat, thot Baruku. Në çfarë forme do jetojnë ata që jetojnë në kohën tënde, në kohën e përjetësisë? Apo si do të vazhdojë shkëlqimi atyre që janë pas asaj kohe? A do të rifilloj atëre këtë formë të së tashmes, apo do të veshin këto gjymtyre gardhëthyes, të cilat tani janë të përfshira në të këqija, në të cilat të këqijat janë përmbushur? Apo ndoshta do t'i ndryshosh këto gjëra që kanë qenë në botë, si dhe edhe botën, thot? Dhe Ati përgjigjet pastaj. Dhe Ati përgjigjet. Dhe ai u përgjigjet më tha, dëgjoj Baruk këto fjalë dhe shkruaj në kujtesën e zemrës sate të gjitha ato që do të mësosh, sepse toka atëherë me siguri do të rikthej të vdekurit, ku të vi Mesia, të cilat tani merr për t'i ruajtur. Ajo nuk do të bëj asnjë ndryshim në formën e tyre, por ashtu siç e kanë marrë, ashtu do t'i rikthejë. Ndërkohë Bibla thotë që do ringjallen dhe ata që kanë ecur në palishmëri, sepse do qëndrojnë përpara Mesias me trupin e tyre. Ne pasaj hidhen në liçen e zjarrit. Dhe ashtu siç i adorzova, ashtu do të ringjallë. Sepse atëherë do të jetë nevojshme dhe do t'u tregohet të gjallëve se të vdekurit janë ringjallur përsëri, dhe ata që ishin larguar janë kthyer përsëri. Dhe do të ndodhë kur ata të kenë njohur veçmas ata që tani i njohin, atëherë gjykimi do të bëhet më i fortë dhe ato gjëra për të cilat u fol më përpara do të vijnë. Do të ndodhë që kur të kalojë ajo ditë e caktuar, dita e gjykimit, atëherë pamja atyre do të jetë të dënuar dhe do të ndryshojnë më vonë dhe lavdia atyre që janë justifikuar. Sepse pamja atyre që tani veprojnë ligësisht
do të bëhet më keqe se sa e është, pasi ata do të vuajnë mundime. Gjithashtu për sa i përket lavdisë të atyre që janë justifikuar në ligjin tim, që kanë mbajtur ligjin tim, për ata që do ringjallen në Mesian, që është pasuar kuptimin në jetën e tyre, që kanë mbjellën në zemrën e tyre rrenjën e urtësisë, në ligjin e Atit, atëherë shkëlqimi atyre do të lavdërohet në ndryshime dhe në format e fytyrës së tyre, do të shndërrohet në dritën e bukurisë së tyre, që ata të jenë në gjendje të fitojnë dhe të marrin botën që nuk vdes, epoka që po vjen, mbretëria. Do të marrin botën epokën që nuk vdes, e cila u është premtuar atyre, sepse për këtë mbi të gjitha ata që do të vijnë, atëre do të vajtojnë. Këta personat e tjerë, thotë, sepse hodhën poshtë ligjin tim dhe i mbyllën veshët që të mos dëgjonin urtësinë, ose të mos merrnin kuptueshmërinë, kuptimin. Prandaj kur të shohin ata, mbi të cilët janë lartësuar, kur ata që do gjykohen, do shikojnë ata që do lartësohen me trupin inor, që atëre do të lartësohen dhe do lavdërohen më shumë se ata. Ata do të transformohen përkatësisht, kurse të dytët në shkëlqimin e engjëve, dhe të parët do të treten më shumë nga habia për vegimet dhe shikimin e formave të veçuarve, të shenjtorëve. Sepse ata së pari do të shohin pasi do të largohen për të munduar. Ata që do gjykohen do të shikojnë në këtë rast të veçuarit dhe do të largohen masandaj për të munduar. Liçeni zjarrit. Por ata që janë shpëtuar nga veprat e tyre, për të cilët ligji ka qenë një shpresë, një kuptim, një pritje dhe dituria një siguri, mrekullia do të shfaqet në kohën e tyre. Sepse ata do të shohin botën që tani është e padukshme për ta, në epoka që po vjen, dhe ata do të shohin kohën që tani që është fshehur prej tyre. Dhe koha nuk do t'i plakë me ringjallja, përjetësia. Sepse në lartësitë e asaj bote ata do të banojnë dhe do të bëhen si engjëjt dhe do të bëhen të barabartë me yjet dhe do të shndërrohen në çdo formë që dëshirojnë. Nga bukuria në bukuri, nga drita në shkëlqimin e lavdisë, sepse para tyre do të shtrihet hapësira e parajsës. Ndërkohë Mesia tha do t'ju bëj shtyllën në tempullin e Atit dhe brenda thotë do t'ju jap për të ngrënë nga druri i jetës që ndodhen në mes të parajsës. Sepse përpara atyre do të shtrihen hapësirat e parajsës dhe do t'u tregohet atyre bukuria e madhështisë së krijesave që gjalla që janë në fronin e Atit dhe të gjitha ushtritë e engjëve që këta shenjtorë do të shikojnë. Do të shikojmë të tëra, vëlla motër. Për ata që ecën në ligjin e tij, që ligji ka qenë një shpresë dhe një kuptueshmëri dhe një urtësi dhe një siguri në jetën e tyre, sepse ata nuk e hodhën poshtë ligjin e tij. Të cilat tani mbahen fort nga fjala ime, thot këto ushtrit e engjëve, që të mos shfaqen dhe të mbahen fort nga një urdhër që të mund të qëndrojnë në vendet e tyre derisa të vijë ardhja e tyre. Derisa unë të flas dhe masanë do ndodhin gjërat që do kanë premtuar në zbulesë Ati për të ndodhur. Për më tepër, atëre për shenjtorët, për të veçuarit e tija, do të ketë shkëlqim tek të drejtët, zbatojnë ligjin, që të kalojnë dhe atë të engjëve. Shkëlqimi jonë do të kalojë atyre të engjëve, vëlla motër. Lavdia jonë do jetë përmbi engjët. Sepse të parë do të marrin të fundit ata që prisnin dhe të fundit ata për të cilën kishin dëgjuar se kishin vdekur. Do thotë që tani po abuzohen, po goditen, janë të fundit në këtë botë, s'ka gjë, në atë ditë do jenë të parë, thotë. Sepse ata janë çliruar nga kjo botë e mundimit, që kanë lënë me një në barrën e ankthit. Për çfarë e kanë humbur pra njerëzit jetën e tyre? Për ata që shkojnë liçen e zjarrit thotë për çfarë arsye? Dhe për çfarë kanë shkëmbyer shpirtin e tyre ata që ishin mbi tokë? Sepse ata
Atëherë e zgjodhën për vete këtë kohë që e sfryzuan për veten e tyre, e cila përtej mundësisë së ankthit nuk mund të kalonte. Ata zgjodhën për veten e tyre atë kohë, çështjet e të cilët janë plot me vajtime dhe të këqija, dhe ata e mohuan botën, në të raste që po vjen, që nuk im plak ata që do të vinë, mbretërinë e qejve, dhe ata hodhën poshtë kohën e lavdisë në mënyrë që të mos arrinë në nderin që ju thash më përpara, thot. Kjo ju është që të thash. E shikon vlla motër për çfarë po flet Ati nëpërmjet profetit të tij? Po flet për çfarë do ndodhi, trupi ynor, mundimi, shtrëngimi që do jetë, apo dënimi për këta grup personas që e shpenzuan kohën e tyre për gjërat e veta, ndërkohë vajtuan dhe morën gjërat e këqija dhe hodhën poshtë epokën e lavdisë. E hodhën poshtë përse? Sepse ligji nuk që e shpresë për ta thuaj për ligjin sot, kanë shpresën e njeriu, kanë shpresën e vetja atyre. Mos ki shpresën ato gjërat që vëllai po të thot tani. Por merre në këtë rast në kuptueshmëri, në prirje, në urtësinë e atij ligjit, sepse për një grup personash ligji kishte qenë shpresë dhe këta gëzuan jetën e përjetshme. Ta thot haprazi. Në Zbulesa 22:14 që cituan pak më përpara. Ndërkohë për një grup personash do vajtojnë sepse hodhën poshtë ligjin tim, thot Ati. Libri profetit Baruku, që libri parë, kapitull 4, vargu 1, thot, urtësia që bërtet në rrugë, urtësia që është libri i urdhërimeve, ligji që qëndron për jetë, kush do ta mbaj fort, do të jetojë, pa ai që do ta praktisi, do të vdesë. Do të vdesë në liçenin e zjarrit. Lutem Atit të sensibilizojnë zemrat tona, akoma më thellë. Kohët e ignorancës, të padijes janë shkëloi Ati, vëlla motër. Po flet për rikthimin në ligjin e tij, ka me kohë që po e bën. Ka me kohë që ai ka folur me profetët, por puna është që ku do dëgjoj, unë po lexoj një librin e Zbulesës 2, Zbulesa 3. Shikon shkeljet e ligjit që Mesia po qorton, pendoni, thotë, ndryshe, thotë, do shkoni në liçenin e zjarrit. Dhe është libri i asociuar 7 kishave që ishin të rilindur. Janë kisha të rilindura, them ashtu quajtur sepse ke të tjera protestante që janë të asociuar. Ndërkohë Zbulesa 2 dhe 3 flet për ndalimin e shkeljes së ligjit, që lexojë një në jetën tënde. Që Mesia do vitë të gjykojë kombët me anë të ligjit të Atit. Merre në zemrën tënde. Merre në zemrën tënde, vëlla motër, që sot fillo të zbatosh sabatin, festat biblike, bashkohu në miqësinë, vllai këtu është. Mos ndiq mësues të rremë. Mos ndiq mësime heretike që thon ligji është hequr, shikon nga shenja e ditës së veçuar që ke. E diela? Dita e diellit? Është adhurimi pagan. Lutem Atit në emër të Jashuas të marrësh përgjegjësinë tënde. Gjithsesi, ky ishte mësimi për sot. Falenderoj ndoshta arrite deri në këtë kohë për ta dëgjuar. Në emër të Jashuas. Haleluja.